Në këtë video do të flasim pak për perikarditin akut. Perikarditi akut është inflamacioni i perikardit apo mbështjellësit të zemrës, edhe ka shkaktar të ndryshëm. Mund të ketë shkaktar idiopatik, pra kur nuk dihet saktësisht shkaktari, shkaktar infektiv në kuadër të cilëve vlen të përmenden shkaktarët viral, siç janë koksaki virusit, ehovirusit, adenovirusit, pastaj ata bakterial siç është tuberkulozi. Mund të shkaktohet nga infarkti akut i miokardit brenda 24 orëve, do të thotë pasi që të ndodhi infarkti. Mund të ndodhë më vonë, do të thotë pas infarktit të miokardit, në atë që emërtohet sindroma Dressler, do të thotë javë apo muaj pas infarktit të miokardit. Shkaktar tjetër është uremia, pastaj amiloidoza, sarkoidoza, skleroderma, lupusi si dhe limfoma Hodgkin, por edhe shumë të tjerë. Shumica e pacientëve do të thotë përmirësohen vetvetiu brenda 1 deri në 3 javëve, ndërsa në kuadër të komplikimeve vlen të përmendet efuzioni, domethënë perikardial, si dhe tamponada e zemrës, do të thotë që haset tek rreth 15% e pacientëve. Sa i përket manifestimeve klinike të perikarditit akut, kemi një dhimbje të gjoksit, që është edhe simptomi më i shpesht i perikarditit akut. Dhimbja është e shprehur si dhe pleuritike, gjë që e dallon nga dhimbja e gjoksit tek infarkti akut i miokardit, për asociimi i saj me frymarrjen e pacientit, pra pleuritike, si dhe mund të jetë pozicionale, do të thotë dhimbja përkeçohet kur pacienti shtrihet, kur pacienti kollitet, kur pacienti merr frymë thellë, ndërsa përmirësohet kur pacienti ulet dhe kruset përpara. Sa i përket manifestimeve klinike të tjera, kemi ethë dhe leukocitozë, kemi shenja apo simptoma të një sëmundje virale të tejkaluar, siç është një koll jo produktiv, si dhe diarea, por në kuadër të klinikës vlen të përmendet edhe një karakteristikë që është friksioni i fërkimit perikardial, apo ajo që anglisht emërtohet pericardial friction rub. Një shenjë që është mjaft specifike, por jo gjithmonë haset, mirë po në rastet kur haset, atëherë mund të themi me shumë siguri që kemi të bëjmë me perikardit akut. Kjo shkaktohet nga fërkimi i pjesës, do të thotë viscerale dhe parietale të perikardit mes vete, edhe i ka 3 komponente kryesore, do të thotë shkaktohet një zhurmë me tonalitet të lartë me 3 komponente kryesore. E ka komponentin e sistolës atriale, sistolës ventrikulare dhe të diastolës. Zakonisht do të dëgjohet me auskultim, do të thotë me stetoskop, kur pacienti është i ulur, edhe kur do të thotë pas ekspirimit të plotë të pacientit. Kur jemi tek diagnoza, EKG-ja mund të na ndihmojë, me shihet një ST levim difuz, do të thotë, por ky ST levim zakonisht kthehet në normalitet pas rreth 1 jave, po ashtu mund të kemi edhe një depresion në segmentin PR. Ndërsa sa i përket ehokardiografisë, zakonisht tek perikarditi akut kjo na del normale, përveç se në rastet kur kemi të bëjmë edhe me efuzion, domethënë perikardial. Ndërsa pjesa e trajtimit të perikarditi akut, zakonisht shumica e rasteve janë të izoluara dhe përmirësohen, si tham, do të thotë brenda 1 deri në 3 javë, ndonjëherë brenda 6 javëve. Zakonisht përdoren NSAID apo barnat jo steroidale antiinflamatore, si dhe kolçicina mund të përdoret, po ashtu glukokortikoidet në rastet kur nuk ka efekt nga 2 të parat, ndërsa vlen të përmendet që shumica e pacientëve do të trajtohen si pacient ambulantor, përpos në rastet kur kemi ethë dhe leukocitozë, apo kur kemi dyshime për efuzion perikardial, e në ato raste pacientët me perikardit akut duhet të hospitalizohen.